Çdo gjë që lidhet me Kur'anin familjar bëhet e veçantë. Për këtë arsye Xhibrili alayhis salam është bërë meleku kryesor dhe meleku më i veçantë, nga se përmes tij Allahu dhul xhelal e zbriti Kur'anin fisnik, shpallin e fundit për njerëzimin. Po ashtu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është bërë pejgamberi më i dalluar, pejgamberi më i dashur i Allahut subhanahu wa taala, pejgamberi i fundit, sepse këtij pejgamberi Allahu ja zbriti Kur'anin. Po ashtu muaji Ramazan është bërë muaji më me vlerë, nga se në këtë muaj ka zbritur Kur'ani. Gjithashtu nata e Kadrit është bërë nata më me vlerë, nga se në këtë natë Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur Kur'anin familjar. Gjithashtu ne si umet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jemi bërë umeti më i mirë dhe më me vlerë, nga se Allahu subhanahu wa taala këtij umeti ja ka zbrit Kur'anin. Andaj, si është raporti jonë me Kur'anin? Si është raporti jonë me Kur'anin sa i përket leximit? Si është raporti jonë me Kur'anin sa i përket kryerjes së urdhrave që Allahu dhul xhelali ka përmendur në Kur'an? Si është raporti jonë me Kur'anin sa i përket largimit nga haramet, të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar të shmangemi atyre dhe mos t'i veprojmë?